të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Unë vinga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Të vinje natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Unë vinga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Miqtë e emisionit Çfarë më ofron? Neta, Visi dhe unë, kemi vendosur që sot të vim këtu në komunën e Pojanit, të rrethit të Korçës. Uroj që gjithçka të na ecë mirë sot në testimin e mikpritjes në një fshat, të cilin uroj që tërsi Pojanit nuk do na ndjek. Jemi këtu në Torov, një fshat pothuajse të padëgjuar. Na ndiqni. Një shtëpi e bukur këtu. Ngjyra kuqkë. Neta? Visi do të trokasim këtu? Urdhëroni! Si që ka këtu urdhëroni direkt. Urdhëroni! Hajde futemi. Visi, Neta? Urdhëroni! Si ja kaloni, mirë se u gjetëm? Mirë t'ju dhe sini. Kemi ardhur të testoj mikpritjen këtu në Tarov. Urdhëroni. Tarova, si më tregonte i ngjysh, ka lëvizur 3 herë. Ka qenë në Kuq, zbriti më poshtë, këto ka ndodhur që në kohën e Turqisë. Pastaj këtu ku është. Në fund të shtëpive ku hyte, edhe deri në kanali atje i theshin në Mera, nuk u kishte rrugë, se e kishte në beu. E u ngritën pjejtë e fshatit, a ju kre plaku në iniciative e ti, tha, kjo do bëhet kështu, tha, si themun, tha, edhe muar të tërë belat, e ben apën kanale me 2 kratë kështu, që shkonin kuajtë, të me kuajtë, të rest kishte, atë bicikleta, edhe u bë. Pastaj, më vonë, muarë qere i themin e këtej, Qere. Vinin në proj Kuqit, i belortasë gurë, që në Kuq, edhe gjerë këtu matan kishës, e kanë shruar fshatartë kaldrem vetë. Jo, për tradit, mikpritje dhe kulturë, Tarova mund të them ka qenë ndër të parat në fushën e Korçës. E shberë një festival, kemi dhenë vend të parë në Korçë. Kemi dhenë shfaqjen e Kinema Morava. Korçë. Me biletë kanë hyrë njerëzit atje, sa për ashtu, po këndosh edhe një këngë në Tarova. Lumin në fshat brenda, dalin qupat alla frenga, dalin me bere në kokë, se kur janë në Evropë. Në Evropë nuk u jemi, kështu e kemi zakon. Këtu po të vinte miku, nuk u dilte do të pa ushruar tavolina. Ishte një zakon i tillë, për shembull, ka emrin Koçua. Edhe më dishin kushrin të parë, një përmbesa, do një shok kështu, beshe tavolina si për dasme, shroshere, me 2-3 lloj gjelle, me mish, me rakie, me verë, beshe madhja, ka emrin filani dhe beshe lishin 30 veta. Ty pyesa edhe për diçka të vogël. Përmend pak më parë këtë Pojanin.
Më kujtoj atë shprehjen tonë popullore këtë. Megjithëse të ndrojmë pak sa kështu. Historinë dhe pastaj rikthehemi prapë tek historia duhet. Tersi Pojani. Ja si që jemi ne. Ka që ky tersi një. Mblidhen këta shoqëria burrat atje në dyqani diku, edhe bisedojmë për jo do prodhojmë kështu, po do bëhet kështu, po do bëhet kjo. Kurse unë idhem edhe them, mos e nuk do bëhet. Nuk bëhet. Ma foste terca, Nuk bëhet. Jo ti tersi Pojani. Dilte tersin. Dilte. Edhe mbeti. I mbeti tersi Pojani. I dashur Koço, merri çersat zonjës Nikoleta, Po, edhe hikim te kisha. ja kam dhënë. Hajderi. Koço, atëra kjo është kisha. Kjo është kisha, Na e folë. ndërtuar që në vitin 37, me kontributin e fshatit, e një pjesë që kanë qenë në Amerikë. Po materialet kësaj kanë ardhur që nga Serbia. Serbia. Po. Në atë E periudhë. ka thjellë vëllëtëria Trova. Prifti ka qenë Petrove Jaku është prifti. Edhe këtu prifti tash na vjen nga Korça. Vjen vetëm për pashkët, për ujtë e bekuara, për shënkolle, këto gjëra. Këtu besimtarët janë gjithë ortodoks apo ka dhe besimeve të tjera? Këtu ka dhe muslimane, ka nga Mokra, ka nga Librajdi, ka dhe Roma, pak një dy familje. Me kisha fjalë më shumë, vinë këtu falen? Se kryesisht kemi gjetur banorë të cilët vinë falen edhe në kishë. Nuk para june në kishë, po kur vjen puna që dalin bëjnë fushat për kontributin e fshatit, nuk ndalen. Kur u prishin kisha në kohën e monizmit, këto dritaret ishin 1 metro nga Cipri ishin bosh. Si bosh. Përpo ishin të dhëna me murtulle, kështu, edhe ande ishin verë faste të mbushur me grurë, si punë Ishte ambar. edhe këte ithi një rifugjo, pastaj grurën, e mirte e grumbullimi, pastaj si mbaroj kjo filloj demokracia, uap kisha, filluam me pastruam, e regluam, e këto plakat vedne të fshat i kemi bleri, kemi shtruar me punëtorë. Për çfarë përdoresh ajo pjesë sipër aty kati 2 i kishës? Ky balkoni, Nga balkoni. unë mbaj mend kështu që kur qenë të vegjël, hipnin këto nuset, këto vajzat që Për femrat, për vajzat. edhe Pjesë këte rinin ata më të moshuarit. Lamarinën si të thashe ka bërë Koci Zozja Pandikrista. Koci Zoze? Po kanë qenë të neqegjin ata. Koci Zoze ka qenë nga kjo zonë apo thjesht punonte të neqën ato në periudhë? Punonte në Korçë. Edhe ku e di unë se ti u lidhëm me këta vëllezërin të Rova, ku e di unë mirë nuk e di, po që i ngjysh tregonte që ata kanë bërë. Që nga fillimi, që nga ndërtimi i kësaj kishe, deri më sot janë mbajtur thjesht nga fshatarët e kësaj zone. Fshatarët. Fshati e kanë bërë. Se e kaloni? Mirë? Mirë se u gjetëm. Nëse ardhët, nëse të vini, Ne një emisione çfarë më ofron? Testojmë ikpritjen këtu në Torov. rikja shqiptarëve është ju mund dera por. Mbrapa derës. Mi bamba të shurdhoni, u tha shurdhoni, ti që drojë vetë atje. Mirë se u gjetëm ne. Ah, brava kështu, u tha shurdhoni. Unë banoj vetëm. Po ç'ne vetëm, për shembull. Gruaja më ka vdekur ka 5 vite. Djemtë të 3 kam nga mosha 40 vite poshtë. Janë të 3 të martuar, 2 në Greqi, në Kilkish, njëri në Amerikë. Kanë ikur gjithë. Asnjëri këtu. Po si ja bëni që jetoni gjithë ditën vetëm? Po, jo, të vetëm se unë kështu këtu, këtu jam rritur dhe i kam të tërë mik, shokë, më dua dhe i dua. Do po të largohesh që këtu nuk do. Jo, në asnjë mënyrë, edhe djali sa bile qante, hajtë të marrë Amerikë, nuk e thash unë vetë. Se është shumë e vështirë më moshën tonë, kur thuhet i largon vetëm vetë muri është e rëndë. Se kam Fotografia aty e vura re kush ka çuar atë është? Është i Amerikës. Është i Amerikës. Tani ajo është amerikane apo është korçare? Apo nga Tarova, nga e keni marrë atë nusë? Nusë është nga Çifliku. Nga Çifliku, nuk të afër normalisht. Ajo është nga Tushebishti. Ata në librit e mia, aty jam unë plaku. Një prej atë sipër. Libri është i Vockit, te Gamunit Kilkis, Vasili. Ah, po. Me radhë kështu. Zotria duket dhe aktor, nuk e di çfarë ka bërë në jetën e shkuar. Jo, thjesht. Kam qenë. Kulmi për mua është arti në turnin tim, gjithë ataroj. Po ne Kulmi vazhezela me ndrozemali. E pastaj të tëra lihet.
Bila opera të tëra i vdes për tonë, zë i qeqin nga komisia. Po ju vetë keni pas qenë diku apo? Po jo, këtu ka pjenë, s'ka Sulioni kushtet Hidheni njerë të. familjare. Gëzuar, Gëzuar, shëndet e dëmira. Po ky shpirti artisti, si u ka lindur i Po më shtar, në atë kohë, në për korpos o divizione, mblidheshin Po. mblidhen Grupet e ushtare që ka qenë. artistike, po të thjeshta kështu. E me disha atyre, na mblodhe dhe neve, kompozitori, artisti pop, ish Pjetër Gaci. E këndonim atje, edhe këtu lindi që është shpirti artistit, kurse më mirë ta them më shpirt. Në atë kohë 2 vjet para nesh, klasë 3 para nesh, lindi artistja, domethënë që filloi të këndonte, artistja e madhe e popullit Veçe Zela. E mbegueshme vaçja. E kur kujtoj atje bija me gojë, domethënë me vendime. Aty këtu thamë. Per Gaci, po foti kor. Po ke, nuk se ku kam vajzë, ku kam bjallën. E me mbërishja vetë, si ajo si do njëri që ka dëshirën e tjera. E na grumullovi, na zjodhi nga të reparte, e na bëri një kantat me orkestrë, me të tëra, me të tëra. E vazhdo, 2 vjet. Po mbani mend nga ato korret e ushtarit dikurshme, çka keni kënduar nga ato këngët. Qofse mbani mend nga. Tërë me me të. Atëherë çfarë do këndoj? Ajo ishte kështu me fjalë. Thoni diçka. Kur malet mbushe me dëbor, kur nata nxing dhe kastui. Si roj rinjo dëshmor dhe pushka i huaj qëndron nga ti. Për të ri e shok tokar blore, me madhështi, një qi ju shtengon. Pylli lartë edhe vale shkumore, me madhështi, ju shtengon. Pra, e pasaj ishte refreni. Jemi pjella partizane, bëjtë. Mese. Gëzuar. Gëzuar. Ne na duhet ngrime sepse nuk do të Po, dakord, jetë. Dimitraçi, të falenderoj, vera Kapërneti ishte mrekullueshme. Historia e ushtarit ishte mrekullueshme. Gjitha. Ka shkurt na fare, Të shkurtra po të bukura. Kalofshi mirë, falenderoj edhe për mikpritjen. Haj, më të mira. Kalofshi mirë. Trokasim një këto? Trokasim një këto. O zotë i shpjes, mirë se u gjetëm. Vimi nga emisionet çfarë më ofron nga televizioni shqiptar. Ta abden atë hajse po futen brenda aty. Haj. Si kaloni? Mos ju mundojmë të zbrisni. Si kaloni? Si mbajeni? Mirë. Na dur drone. Faleminderit. Haj. Për sa do vazhdoj, sa u thanë mjekët atje? Greqi. Unë e vonova një qikë operimin këtu në fakt. E vonova se edhe një qikë nga mjekët e qytetit këtu. Se u veja vizitosha, asnjëri nuk më hipte asnjë Diagnoza saktë apo? Diagnoza saktë dhe kështu. Unë duke erdhur rëndohesha nga këmbët. Pasandaj vajta bëra një skaner, aty doli diçka, drejt në operim. Në që në atë periud, gjeme sot jeni lëvizni me këta? Me këta lëviz nuk o eci do të... Po si ja bën, gjithçka tani i bie gruas besoj. Se ndihmoj do të gruan, se ne kemi tokë, ne pa tokë si jetojmë do të. Kisha baktin, i shita një pjesë që bërë operimin. Tani kemi tokën angelen djerë, se gruaja dhe ajo është në një moshi 60 ca vjeçare. Edhe ajo si... Mirë, pa të dinojnë ndime nga dikush... Po si ja bët, si arritët, përveç... Diçka të ardhura kisha vetë nga puna. Ka me një vajzë si shtash në Amerike dhe ajo... Ndihmoj bëret pa mundë. Punoj ca kohë, punon të 2 turën e kështu, një turën për familje, një turën për mua. Edhe kështu... Ju zotëria juaj çfarë keni pas punuar më parë? Në çfarë jeni marrë? Keni të paktën një lloj pensioni, një lloj gjë? Kam punuar si brigadier tu. Brigadier. E kam bërë shkollën e mesme byçore në atë kohë. E kam punuar 28 vjet. Bashkëshorte apo? O, përshëndetje zonjë, se kaloni? Jo, s'ka problem, hajdeni se... I dashur, pash të këtë e keni bërë si pajisje që të kryen rekuperimin me këmbët? Këtë është 3 jesh aty në atë dhe... Po sa herë në ditë e bëni këtë? Kam bërë 3 herë në ditë, 4 herë në ditë. Doni që t'ju ndihmoj me bicikletën me qenë se... Si e kaloni zonjë, përshëndetje. Ne jemi nga emisioni çfarë më ofron nga televizioni shqiptar. Tani si ja bëni, është më vështirë besoj.
të zali. Gëzoheshin, nuk gëzohesh njeri të dalë në pension, po si erdhi kjo, theshin... Punon jetët e, njeri u kur jenë nosha, të dalë në pension. Të dalë në pension e të rritin fëmijët matuar, po kanë fëmijët edhe ata. Edhe i ndihmojnë me në një qikqumish, me një patate, me një peri, me qikpej. Në ashtu, tash i erdhi koha që u bënd në ndihmojnë në ato. Për të serviti e bëni 3 në ditë, thatë? Po, 3 herë, 4 herë. Do ndihmojnë me kam tjetër? Sa ushtrojeni? Përësisht, sa minuta, sa? Sa më shumë? Dhe mirë. Më zimu diçka. Zotëri, shumë përra një konjak. Në një... Kafe. Po, e po, Dasho, gëzuar. Nisë në herët. Gëzuar. Shëndetet mira dhe juve. Atëherë në pëngrimi? Unë uroj gjithë mirat, ju mos lëvizni që aty, mos lëvizni, ju uroj gjithë mirat. Shëndet. Edhe shëndet, rekuperim sa më të shpejt. E dashur, kalofshi sa më mirë, shkuara burit, me të mira. Kalofshi mira atëra. Do të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të flej, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Të pasim e të bu? Kjo shpje vogël shumë. Ma të jeshilen. Pa provojnë të futemi pana? Po futemi të si këshu ilegalisht, ko da futemi, da? Na dalim në kafe. Përshëndetje! Përshëndetje! Si ju kemi? Faleminderit! Mirë së të gjetëm këtej. Sardhët! Ne jemi nga çfarë më ofron televizioni shqiptar. Unë që me Edi. Edi, qofë shëndosh. Tu kemi qofë për? Filmoj një qik, price, nuk jam e veshur mirë. Mirë së të gjeta. Nise në artë të Mirë së të gjeta. Mirë së të gjeta e dashur. Faleminderit. Tu ka pile shumë e bukur. Shumë faleminderit shumë për komplimentin. Të qeka shumë. Se mos ta bëhet bujë xhelos. Jo. Në rregull. Qoftë se do të shkosh në bashkësitë e çiftit, do të thotë që të mos kesh as djallëzi, as xhelozi asgjë. Sepse ato e bëjnë që jetat mos jetë e bukur dhe e mirë dhe e shkuar. Kemi 57 vjet martuar të dy bashk. Jemi të dashuruar si në ditën e parë. Dhe këtë jap mesazh për të gjithë. Gratë e kanë në shpirt dashurinë, po u jap mesazh burrave të tregojnë shumë të dashur, shumë tolerant, shumë të afruar, të jenë familjar. Zonjën atje nuk na i prezantuat. Se është diku në qoshë dhe... Zonjën, buri tim, bashkëshorti tim, Spiroja, e ka nusen e nipit. Zonja e shturur atje në Vegël. Është vegël, shumë primitive është, po në qoftë se ke atë synë e bukur dhe të dashur bën gjëra. Rrugickat. Rrugickat e Korçës. Këto i bëni ju? Vërtet i bëni ju? Si keni mësuar? Si mësohet një vegël? Unë kështu kam punuar dhe në ndërmarrje kam qenë në ndërmarrjen e sixhateve. Edhe e kam dhe të trashëguar nga familja, e kam dhe të trashëguar se maman e kam nga Voskopoja, baban nga Boboshtica, nga dy fshatrat më të mirat Korçës, kështu që trashëgimia është dhe unë atë e vazhdova dhe në punë, e vazhdoj dhe tash mbasi kam dalë në pension. Bravo. Ju jeni nga ky fshat? Jo. Nuk jeni asnjëri? Jo. Asnjëri. Po ç'ne këtu? Këtu kemi një mbes. Kemi ardhur vizitë njerë. Kjo shtëpia shitesh, ishte vënë në shitje. Na pëlqen jeta e fshatit sepse është jetë shumë e qetë, shumë me punë, e angazhuar me punë dhe ne jemi të atyre që ne dashurojmë shumë punën. Ka qenë një këngë, më kujtohet Voglio vivere in campagna. Ka qenë një këngë, duhet të jetojnë në fshat. Duhet të jetojnë në fshat. Edhe ne jemi mbështetur kësaj. Do të ju me çfarë jeni marrë? Unë? Spiro ka qenë... Unë kam qenë generik. Generik? Pastaj kalova në kombinati trikotazhit. Një 35 vjet, kështu që mbylla, dola në pension. Edhe sot drejtoj një automjet me nusën time
shkojmë në Korçë, 3-4 herë në javë, kthehemi prapë, bëjmë ato punimet tona, furnizimet. Pim një kafe në klub. Kishin një dy fotografia të sipër. Ato janë vajzat tona. Vajzat. Ajo e para është atje e madhja. Me rozë, Me rozë është e madhja, ajo titra është e vogla. E madhja ka mbaruar për violinë, artet. E vogla ka mbaruar për inxhineri elektrike, 5 vjet. Kanë bërë jo master e ato, kanë shkuar në Kanada, edhe atje jam shumë e kënaqur sepse janë të zonjat e vetes. Ndjehemi mirë kështu, po malli bën të saj. Megjithatë do të them një gjë. Kur kam lindur këtë vajzën e vogël dhe më tha Sfira, aj qanja unë, se desha djalë, po më tha Sfira, mos u bëjmë rak, tha ç'ketim ke mua djalë, tha. Fëmija do rriten do fluturojnë si zogjt, dhe vërtet kjo ishte. E vërtet, këta e kam shok, vlla, mik, të gjithë të dy. Ishte e vogël atë. Kisha eksperiencë më shumë, i thesha që... Ju s'ja morët zemrën atëre, kur ishte e vogël. Kam qenë e bukur. Në fakt, s'ka ko ty ta thosë. Bukurini akoma. Faleminderit, Takon mua. Me këtë si jam njëjtë me këtë nusën unë. Ishim, kisha pa disa vajla si djarë që isha. Normalisht. Këtu jo. Në kjo, u hap goja, dakord. Në fakt, ishte e mirë si që është dhe sot. Si që kam bajtur dhe unë, edhe ajo më kam bajtur mua. Vetëm në cift, që tjetë cifti jetë gjatë, janë llafet e mia të zemrës time, është sinceriteti. Po sot, po të thuash jam i sinqertë, këta të qojnë. Budalla. A ke rojnë dashnore, armik? Jo, s'ka vetëm ngruar. A, qeke? Unë kam një mendim. Ne njerëzit i presim dhe me tavolinë. Keni dhe gjë të mirë jo? Buk e krip dhe zemër të madhe. Si mos unë bajmë neve juve, kur ju na mbush një shtëpinë, sepse vërtet e vuajmë këtë mungesën e njerëzve, na gjallëruat jetën. Kemi ardhur në një ditë sot që neve kishim një përkujtimore të mamas të Spiras sot. Është një dhuratë nga Zoti, kur i thonë një urrim, një bekim nga Zoti, që neve sot ta bëjmë kështu me njerëzit tanë këtu. Jene mrekullueshme. Jene të mrekullueshëm, çifte mrekullueshëm. Grupi e setone jo. Son varet me nga jo. Këtu? Po. Okej. La krori në sak. Bravo. E provojmë një këtë shpinë këtu? Se po ka drita më duket, po së marrë vesh. Po si nuk ka një zile këtu. Me këtë fshat ne i kemë bërë kështu tani, e kemë bërë zakon tani, o pa puna. është bërë vest tani, se fundi. Hajde një. Po patën qenë, vrapit. Opa, këtu pas këtë disa dyher. Një këtu. Kjo ka drita. S'pe marrë vesh ku i ka. Një këtu. Një mbrëma! Opa, gjithë mace këtu. Mi mama, si u kam? Kishi vetëm dyher, të jasë po mene vesh se ku i kishe dyher kryesore. Si e kaloni? Ne jemi nga emisione që falë më ofron, nga të vëshëja. Këta e kolegit e mi, Neta dhe Visi aty. Kemi ardhur për mikpritje këtu. Janë urdhroni. Kishi gjithë të shtëpi të madhe këtu, vetëm jo të dy jetoni këtu? Vetëm ne, kemi 3 djemë, kemi 2 nuse. E 2 nuse? Janë në emigracion, 2 kemi në Greqi, 1 në Itali. Po gjithë fshati ka iku në emigracion? Gjithë fshati në emigracion. Do në kushte më të mira rinia, kanë të drejtë, se këtu pak të ardhura ka. Po të punosh në gjerë edhe këtu, po nuk kemi kushtet të tjera. Ne nuk kemi rrugë, kemi vite që vojmë për një rrugë të mirë. Ne kemi vojtur edhe për tension shumë të ulët. Energji elektrike nuk punojnë, nuk u kanë punuar frigoriferi, lavatricia,
Tension 120 gradë, Banja, 120 dushet, volt. ato të gjitha. Po për sa vite është rregulluar spaku? Lavatrice. Të paktën ka një vit. Ua. Ngrijeshin gratë natën, që vinin punë lavatrice, që vinin punë frigorifere. Këto na detyrojnë që pasaj kushtet i kanë më të mira ndejat. Fëmijë dolën kanë dhe tash e kanë të vështirë të kthehen. Ne duam njëri të na kthehet, me dojnë. Pa ata thonë është e pamundur. Ja gëzuar me që na erdhët. Gëzuar? Mirë se gjetëm. Me mirë do të gjoj. Por të mira gëzime edhe për kalamajt anej. Me të mira. Gëzuar zonjë. Atere, zonjë. Po këto, mollët, a? Janë nga fshati, bio. Janë biot. I dasho, me të mira, shëndenderime për gjitha. Kalofshim mirë. Mirë pafshim. Mirë pafshim. Opa, ndere kuqkë. Prap dera një lloj. Opa. E po dere parë që gjejmë në këtë fshat. Kjo më duket. Opa, dryni. Kjo që ka me drynë. Dere parë. Po në fakt brenda pas ka drita. Hajde gjithsesi. Oj, zoti i shtëpis. Hajde, se mbasa nuk dëgjojnë. Opa, këtu pas ka drita. Hajde një provojnë këtu. O, s'di ku të trokastu. Si s'ka një zile, një gjë këtu. Oj, zoti i shtëpis! Mirë mbrëma! Nga emisioni çfarë më ofron nga televizioni shqiptar jemi. Po ka që bona? Testoj mikpritje në çdo orë. O, po, s'kemi kohë tani. Kushesh, po bëhemi gati se do ikim, do dalim nga shtëpia. Do ikim. Toke? Në hapën drita, se bukë kjo, hapje drita, të pak në keshë e bukë kjo s'kena. Ja, po i se po vjen, hajde se po e pres. Hajde një së pako t'u japim dorën. Hajde mi mbrëma njerë, mi mbrëma. Nemi nga emisioni çfarë më ofron. Qa po thonim? Dhe testoj mikpritjen. Ne edhe këtu trokitëm edhe në derën tuaj, ju thatë, po tani jetë. Tani pro, se mos kishit erdhur për para, se Jo më për para. Vajzës dhe ja po vishet ta e do ike. Ju s'do qëndroni këtu? A do përcilë vetëm gocën? Jo, gocën. Po ju vetë jeni këtu? Vetë. Tani qa po vendosni, qa po mendoni tani? Jo, asgjë ato përcjell gocën. A do dalë vetëm goca? Do t'jap se do ik në Korçë ku ka makinë, nuk u linje. Ja, do ta shkoni vetë. Do t'jap ca një sekondë. Po presim zonjën e shtëpis, siç e pam e bia, po përgatitet bashkë me fëmijët e vegjël. Do t'jepte shrupin e jama, edhe po ikim për në lokal në Rëmbeca, një fshat të ngjitur. Ti presim disa minuta. Na gjetë në moment të papërshtatshëm. Ka problem. Tani u te mami shkuat diçka apo morët? Mami, gjithë u jep. Shkëmbyen. Sjellin marrin. Sillim ato që s'kanë, marrim ato që kanë. Mirë pafshim. Tani, goca ju erdhi bashkë me dy kalamajt. Po. Goca nuk rri këtu apo ja? Gocën e kam të martuar në Korçë. Në Korçë. Po lokalin çfarë thotë ju? Kishte një lokal në Ka një Rëmbec? lokal në Rëmbec. E ka lokalin e vet? Punon atje, po. Ka vite që është martuar në Korçë. Goca po bën 10 vjet. 10 vjet atje. Keni vetëm atë gocë apo? Gocën edhe një çun. Një Po, djalë ka. Djalë ka dije miku në Greqi. Vete punon në Kretë, në një furbuke. Punon me sezone. Kurse unë jam infermiere këtu. Infermiere këtu? Po. Në fshati këtu. Po infermiere këtë shponi këtu nga fshati? Po, kë shpojnë, kush të ketë nevojë. Se kush të ketë nevojë. Po ka dhe kështu qendra shëndetësore faktualisht? Jo, qendra që është bërë re tash këtu. Ja ti më të fshatit, në dyqanin për ballë. Po tash nuk e kanë hapur akoma. Po parashikohet se paku ta hapin apo? Për një 10 ditë mund të hapet. Domethënë do jeni punojnë sa më herë atje. Po unë tash do dal në pension. Ç'punoj se ve. Unë do dal në pension tash. Po infermiere tjetër nga do vitë, na vi nga Korçë infermiere tjetër? Jo, po fshati vetëm unë njëj. Po bësh shorti juaj? Tash shorti tip ka qenë ekonomist në plasë, si çuprish. Tash punon tokat.
Po për momentin nga... Me tokat merremi, mbjellim për të gjithave. Jo, nga është për momentin. Është në sport, në Rëmbec, në Dentri Po të shikon thash. atje. Po ti mblidhen gjithë atje? Mblidhen, po. Çe ma kështu? Çfarë? Nuk di era. Ti ndjene? Çfarë, e tavë tyrli. Keni bërë tavë jo? Po. Po pse s'mi zdi që keni bërë tavë ju? Kish vetur xhaja ngrova gocës edhe... Mos, po mban çik si kështu djegur apo? Jo, mor djalë të po tash. Kërton tash i goshti po ja, sa kam vetur. Pas keni ngrënë ju mo? Po kemi ngrënë se edhe... Të ndoreni këto kockat? Gëzuar, shëndetet e mira. Jo ashtu dhe por çupkën? Çupkën. Kjo është pia këtu, pas ka dritë. Tentojmë ja? Opa hym, apo s'hym këtu? Jo. Gabohesh. Se di ndoshta gabim. Mirë mbrëma! Ne kemi filluar të tentojmë pijmë kështu në këtë fshat. Opa! Unë po marrë kurajan i pari, si hape të studi. Okej. Ka drita. Mirë mbrëma, se ja kaloni? Ja tapë drita. Mirë mbrëma, se ja kaloni zoj? Breva, mire. Ne jemi nga emisionet çfarë më ofron nga televizionet shqiptar. Mire. Testojmë mikpritjen në fshatin tuaj. Do na ftoni brenda apo do na lini këtu jashtë? Po, hajde një urdhoni brenda. Hajdeni. Si ka emrin? Konstantina. Konstantina. Po goca? Dimitra. Dimitra. Do këto janë dy goca tuaja. Kam të djalit. Po? E bukur, e bukur. O, e bukur. Të gjatë bukur ajo zemër? Si ka të gjufkë më këtu sipë. Se o që? Ja shumë lind me leshka. Me leshka? Uri që e vogël, sa ishte? Sa gram që ishte kër e lindët? 3-600. Mashallah, 3-600. Ju tani jeni Nusja. Nusja. Unë kam të djalit. Të djalit. Po djali ku është djali? Djali ne kemi në Greqi. Ju si rini tani? Si kemi vete? Nusja ri me vjerën, buri me në Greqi. Po vina në vjen, punor një muaj edhe vjen tash. Është sezonal, është e shkurtër periudha. Nuk u rini. Ah, Vete një muaj dhe më shumë. Nuse ne kam nga koshqa. Ju mërzitën e kështu me vjerën? Jo, çto mërziten? Ka që dashur ka qenë gjithmonë në nëse duhe? Që kur e mora. Sa vite keni qeni martuar me bashkëshore? 9 vjetë. Për 9 vitesh është në Greqi, bën bukën e Greqis? Në Greqi. O Gjema? Ja. Gjema? Shko Gjajin, shkoj. Shko Gjaji këtu, Gjaji këtu. Gjaji këtu. Ki që gishti një që? Nuk ka e të gishti, nuk ka mos ha gishti. Ishe gishti. Ne kemi shumë e tu. Ishe gishti. Turshka, jashtë e turshka. Shko Gjajin që këtu. Që gishti me mamë këtë? Sa vjetë që ti zemar? Thuj mami, sa vjetë? Ja, thua sa vjetë që ti? Thuj njërë Ku sa e kemi vjetë që ti ditë mamë? lindje neve? Pas nesër të prejnë, ndajt 4 vjetë. Ki pas nesër ditë lindjen! Zema, kjo është loja jote, e proferuar? Opa. Që ka me zhurma kjo? Ja, dona ajo thuaj. Kush luar me këta? Mere këta ti. Kush luar, motra? Mora. Të mori motra, të mori. E mori kjo, opa, thot. Mere Do t'a jap? E do? Opa. Mere ti mami. Thuaj, në manë që këta? Mere pat. Si të? Mere me mami pak ti. Që the? Mere pak ti. Më shumë? Si të shaqi Standina. Konstantina? Mere me mami. Na zema. Mere pak. Ju keni punuar një? Në korë që ponë, mami. Ku në qarë, ne? Bajgjëpsi. Po këtu nuk mere me dhe të vogër sa për... S'ke ku të punosh. Ku të punosh. Dojnë atëre falenderime. Kjo është pia këtu pas ka dritë. Pas ka dritë. Një minder aty të bukur. Mirë mbrëma! Se ja kaloni? Ne jemi nga emisionet çfarë më ofron nga televizionet shqiptar. Testoj mikpritjen.
Jeni mikpritje apo jo? Si jemi. E po hajde na I tregoni. Nisë jetëm një. Hajde niste në artë. Unë që e Medi. Niste në artë, unë që I këmbët edhe shëndetet mira kur do erë. Falenderime për mikpritjen. Shëndet kur do erë. Edhe kështu të më lidhim nga... Që të vim gjithmonë? Gjithmonë. E sigurt kjo apo e thone sa për kështu? Po mos e të sigur, nuk e them unë. Të vini kur do erë. Ju jetoni vetëm këtu? Ju dy? Qupa të kemi martuar Korçë. I kemi martuar. Po mirë, pas kena afërt pak. Jo, mirë. Edhe vetë të dy me plakën. Na vjen një piga një Na vjen një piga që e atje. Fotografia aty? Hajo. Një piga dal me kostum. Do ta martonin shpejt apo si? Po ta gjej vetë, ba, ta gjej vetë. Po shpejt do ta martoj, po ta gjej ta marr. Tashi. Tashi zrim, tashi jenë që në shkollë tashi. Që në shkollë? Që në shkollë. Ka mësuar. Por edhe që kur janë në barkun e nënës kur I thonë. Këmë e malli më shumë për nipin? E për mbeskat? Këmë e malli më shumë? Të dy. Neve të dyve në merë malli. Aje merë. Po si do mos këri madhi I qupës të madhe. Këta e kemi më shumë se kemi rritur. Na vjen, se e kemi rritur që të me kostum. E kemi rritur vete. Ati është qifti. Qifti ri. Qifti ri ati. Ati në qa viti keni dalë, mbani mund? Ati në 64. Ju kur jeni martuar, qa viti jeni martuar? 63. 63? Do më nga ati një vitë më pas në keni dalë në atë fotografi? Në 64 në kemi lindur qupë në parë. Gëzuar? Gëzuar? Edhe me shëndet? Atere, falenderime për mikpritje. Kaloshi mirë zonjë, më të mira. Edhe falenderit dhe një. Mirë pafshim. Më të mira. Këto shtëpit në fshat ka një gjë fantastike. Ka këto trezat jashtë. Ria aty në periudhën e verës janë fantastike. Po një thë? Mirë mbrëma! Si ja kaloni juve? Ne jemi nga emisioni çfarë më ofron nga televizioni shqiptar. Hajde urdhroni. Urdhroni direkt. Urdhroni. Mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët. Unë që e Medi. Hajde urdhroni. Hajde. E po mirë se u gjetëm. Mirë se erdhët. Po I thoa dy kolegëve të mi, se interesante që janë këto shtëpizat e vogla kështu me këto tavolinat jashtë, shtëpitë e fshatit. Po. Ju për sa kohë rini këtu, jeni nga ky fshat? Unë jam e ardhur nga fshati Zvirinë. Zvirin? Po, nga rreth I Korçës është dhe Zvirina. Po e martuar këtu? E martuar këtu, bashkëshortin, një çup dhe një djalë. Çupën e kam martuar në Kanada, djalën e kam 29 vjet. Po djalin? Martuar. S'ta martonit ata? E po do ta martojmë vetë. Hajde di. Po bashkëshortin ku e keni? Bashkëshorti nga Kunata ka vajtur. A ka vajtur nga Kunata, nuk ka vajtur tek një lokal, Jo, në vllai. Duke pirë një raki. Jo, në vllai burit. Ka dalë, djali ka dalë, nuk e di nga është. Ju kur erdha në fillim fare, që nga fshati tuaj? Po. Në këtë fshat si e gjendet të fshat? Fshati është ka qenë. Jo, si është tani, po ka qenë. Fshati ka qenë I pastër, me tradita, me punonim se u ndam, ne ishim familjere. Blinim leshin e tirnim, e punonim, bënim veglat, bëra për shtëpinë, bëra paje për çupën. Ja erdhi dhe djali. Erdhi djali këtu. I që edhëm shuja. Ha, do vini. Së gjetëm, qa po. Hajde, zini Ivan, hajde. Ju me qa mere një tani këshu, që na erdhe sefte këshu? Tani për momentin e gjithmonë si fshatar që jemi, në fshat punojmë dhe merrem me blegtori. Kurse si punë të dytë kemi ndërtimin në kohë që e shfrytëzojmë sezonale, në dimër e punën. Por vështirësitë më të mëdha këtu I kemi asë siç e patyve me rrugën, me këto dhe blegtori nuk mund të punojmë dot. Nuk mundemi sepse nuk vin njëri, nuk vin tregtari që të marrë të blej mallra dhe kemi vështirësira të mëdha. Gjithsesi ne prap mirë jemi, themi, po një rrugë duam. Ju çfarë jeni? Ç'a punoni realisht?
Po unë jam kryeplaku I fshatit dhe Ke, po su prezantuar me këtë kryeplaku I fshatit tani. Po jam si Filluat unë jam kështu. Ish domethënë sepse unë nuk tani po presim të bëjmë votimet përsëri, unë madje mund të jem dhe kryeplaku miri në Republikën e Shqipërisë se unë jam zgjedhur kryeplak për moshën 24 vjet. 24? Je zgjedhur për herë të parë? Po. Po tani sa jeni? Tani jam 29 vjet. Mama. Mama. Çfarë thon mama? Ti pritet këta njerëzit, si pritet kështu? Se I futet këtu në uzhinë? Po ishte më ngrohtë. Ishte më ngrohtë. Ishin ftohur në rrugëve prandaj. Atëherë çfarë do bësh darkë se këta edhe mund të ndalin për darkë? Letërinë. Po çfarë ke për darkë? Kemi mishe, çfarë të duan. Po mish, tash mish pe frigoriferit duan ta, ndonjë gjë që është gati që edhe këta të dinë. Vjen të shpejt. Çfarë rojnë, domethënë çfarë me se rojmë neve për shembull, me çfarë ushemi ne? Qumësh, koz, vezë, djathë. Me vezë ndonjë gjë këtu. Moderimi. Të shpejt, o buka tash. Mishin të parin. Diçka të shpejt. Na tregoni se sa mikpritës jeni. Do të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Ja të fillojmë të hapim me verën, këto që na ndodhen, këto kemi, s'kemi ç'bëjmë. Shumë jetojmë, ne nuk kemi çfarë bëjmë. Po jetoni shumë keq. Vuajmë këto sidomos vuajmë pak. Pak vërtet vuajmë pak, po s'kemi çfarë bëjmë. Edhe vera shpizë? Jo më këtë, na I bën komshiu, po ne e pim. Ne e bëjmë vërtet, po për shaka. Opa. Atëra gëzuar. Hajde gëzuar? Gëzuar me Sojeta. Shpresojmë të betesh dhe ti kënaqur. Edhe sukses edhe një herë, si plaku. Faleminderit, nuk e di si erdhët këtu. Si erdhëm këtu, erdhëm. E gjetëm. Si t'jetë mirë. Gëzuar edhe një, gëzuar. Faleminderit. Atëre, Roza, shumë faleminderit për gjitha, edhe për ushqimin e mrekullueshëm. Andonaqi, faleminderit dhe kalofshi mirë. Të vini gjithmonë të mirë. Gjithashtu edhe ju. Faleminderit, kalofshi mirë më të mira. Faleminderit. Mirupafshim. I ke frikë qendë? Uroj është I lidhur. Po që ka shpje këtu, se pas ka njërë të jashtë. Se kaloni, mirë mbroma. Mirë, si u kam? Mirë se u gjetëm. Ne vjen nga emisionet çfarë më ofron nga televizionet shqiptar. Çfarë do duash ti të ofrojmë? Çfarë do duash ti, ha? Ato që kemi, ato që si kemi të ofrojmë dot. Hajde. Hajde mirë se u gjetëm një herë. Unë quhem Edi. Gëzojmë. Neta? Ande shumë. Gëzojmë. Edhe visi që mrapa te kamera. Po. Hajde një atëre. Mirë se u gjeta. Sipas zakonit. Mirë se na ardhë. Mirë se u gjeta. Mirë se na ardhë. Mirë se u gjeta dhe juve. Mirë se u gjeta. Sa po bënit aty jashtë? Ne sot në fakt kemi gëzim se kemi dhe ditëlindjen e Nuses. Nuses? Po, pas kemi ardhur fikse. Po, mam si informacion. Dam tortën domethënë sot. Po, sot. Vetë s'kemi ardhur. Kishim ja 2 mish tani sa I përcollëm. Dhe ja, po presim e të tjerë. Tash presim e të tjerë, sot është ditë e miqve, kështu që pas ka qenë ditë e miqve sot. Sa vjeç moshën ju? 24. E po më shumë, gëzuar. Ju zotëria juaj, si pa kaloni me shëndetin? Jam I gëzuar. I gëzuar? I gëzuar se keni ja? Nipër e, mesa e... Nipër kam, po si kam tu I kam në Greqi. Gjithë në Greqi I kam? Vetëm beskat kam. Vetëm beskat. 2 gocët e vogla. Ja si keni njëra, na I thonë që kemi, hajde, na u prezantojnë që tani. Ne ka emri Vasiana. Vasiana. Kurse kjo është Kushtë e Pamela. ditën këtu? Pamela. Po s'ke vënë emrat e telenovelave kështu. Jo, Pamela. Pandi dhe Mirela dhe ja kemi vënë Pamela. Kurse gjyshe ka Vasil Raq, nana Vasilika ja kemi vënë Vasiana. Kështu që I kemi... Po që kanë emra kështu të përpunuar bukur. Ju me çfarë punoni, me çfarë merreni? Unë kam punuar jashtë shtetit, kam qenë në Greqi, edhe këtu kam punuar. Me çfarë keni punuar? Po me durën alumini? Po. Po mirë, eci një farkuar dhe tani? Argat isha, kështu që... Se kisha time në shembull që... Punoja me 10.000 lekë në ditë. Tash më mirë më del me tokat. Po shumë mirë. Të paguar ato Po më mirë po produkte. vetëm se duhet I kemi të sigurosh mallin ku shitet. Se e bën pos diku. Ka probleme tani me mallin? Po probleme ka Po si ja bëni? Si ja bëni? Hiç me tregtar vin këtu, ai.
Ju si ndjeni tani që keni mbushur 24 thotë, a? Jo, jam motra. Motra. U trasho. Ska. Trasho përfundimisht. E mirë se. U trasho përfundimisht. Po ti bashkë në gjitha në tajerë aty. Ju me çka keni pas punuar? Me çka jeni marrë? Unë kam qenë me kështu zëtorist, traktorist. Zëtorist. Shofer, me patentë shoferi, me patentë traktor me zinxhira, me patentë pastaj me zëtor. 3 patenta. Kam bërë dhe një kurs kështu për elektromekanik për të vënë një dritë, një prizë, një... Po si gjithë profesorët e mundshme. Po si përfundim këtu në bujësi mbeta. Hajde gëzuar atëre? Gëzuar mi se në ardhët. Gëzuar? Ja gëzuar mi se në ardhët, gëzuar dhe ju të gëzuar. Gëzuar dhe një. Edhe 100. Gëzuar. 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 Shëndete të mira pasi edhe suksese në zonë. Falenderime, falenderime. Do një beqar kemi këtua? Beqarimi të tërë. Gjitha. Nga emocionet i ra kameramanit, i ra celulari. A do këtë do i ndashnore po. Po pse do këtë ndashnore? Po se të sot edhe. I ra dhe karameli ata. Kujdes Rakina aty. Ta ngrejmë një dolli kështu për nusën e djalit. Po Qindra të beshti. Aha, qindra. Edhe me një djalë radhën tjetër, jo vetëm besa që e çupa. Do të bëjmë një surprizë në nusës së djalit apo? Po bëjmë jo. Ju. Jure. Po surprizë tash i çfarë surprizë? Me këngë. Me këngë. Fix. Ti je me bukur se dielli, me bukur se zdricon e ana. Ti je me pastër se deti qet, o zemra ime Mirela. Jetën natyra ta fali, plot dashuri ta stolisi. Shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime për Mirelën, shumurime për ty. Këngëtari i faleminderit. Zoti shtëpisë, më të mira, kalofshi mirë të gjithë, edhe një mbrëmje të gëzueshme në vijim. Paçim, zemra paçim. Zemër të bardhë e suksese në punën tuaj. Faleminderit dhe juve. Edhe juve shëndet. Shëndet mbi gjitha. Më të mira. Grupi ora pothuajse 11:10. Sot sikur nuk patëm ters, na pret Vefka dhe Spiro për të fjetur. Kështu që do të lëm të presim më shumë, do shkojmë atje të flam. Okej. Do të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron? Hajde gëzuar. Gëzuar. Hajde gëzuar. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Faleminderit dhe ju. Mirë se gjetëm. Çiftin e lumtur këtu. Gjithnjë të bashkuar dhe gjithnjë me punë dhe me gëzime me dashuri. Falënderime dashur. Gëzuar shpirt gjithë. Gëzuar. 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 Do të vi një natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Unë vin nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë. Zoja nderuar. Miropafshim. Gjumë më pëlqen ëmbër. Kënaqësia e madhe ishte tona. Mirupafshim, gjithashtu. Faleminderit. Mirupafshim. Shëndet. Shëndet dhe ju. Jetë. Edhe fat. E dashuri. Të mirë, dashuri. Kalofshi mirë. Falënderime. Kalofshi mirë. Unë vin nga larg, dua të njoh, mo trego më shumë, hape veten ti, jo nuk është vonë. Çfarë më ofron?
natë të trokaste ti, të kërkoj të fle, a një gotë të pim, pak shoqëri, a më ofron. Çfarë më